Një letër e timshme, e shkruar për Artan Zyberin, 28 vjeçarin me nën shtetësi norvegjeze, i cili vdiq në një burg të Serbisë, e shkruar nga motra e tij, Dardania, tregon në ngjarjen se si ndjeri fillimisht u pati ndaluar në kufinë e shtetit të lartpërmendur më 27 prill të vitit 2021. Sipas kësaj letre të familjare vetë të ndjerit, të cilët e kanë siguruar Klan Kosova, thuhet se Artani nisi udhëtimin duke vozitur nëpër Shqipëri, por kur ngjyra e makinës ishte e gabuar me atë që kishte në regjistrimin e automjetit të tij, ai nuk u lejua të kalonte atje, prandaj u detyrua të kalonte përmes Serbisë. Mëtej në letër thuhet se Artani kishte me vete medikamente, të cilat gjithnjë sipas motrës së tij ishin të lishme në Kosovë dhe Norvegji, por të palishme në Serbi dhe kjo u bë shkas që 28 vjeçari u ndalua atje. Ai u dënua me 3 vjet e 8 muaj burgim, thuhet në letër. Sërish, sipas kësaj letre të familjarëve të ndjerit, Zymberi u maltratua jashtëzakonisht në burg. Ata e kanë kishtë trajtuar dhe ngacmuar djalin ditë e natë që kur ishte i mbyllur në një burg serb. Ai është dërguar e vajti ardhje nga burgu në burgun e spitalit, sepse u bë shumë e paqëndrueshme, mendërisht dhe gjithashtu kishte thimbje në zemër. Vëllai im u diagnostikua me ADHD dhe kishte një problem në zemër, diçka për të cilën avokatja e tij norvegjeze Ingrid Lauvas ishte në dieni, thuhet tutje. Po ashtu sipas motrës së Artan Zymberit, 8 muaj pasi nëna e të ndjerit i ka marrë avokatët, e kanë përfunduar lëndën në Norvegji, por shteti norvegjez nuk ju përgjigj atyre në Serbi. Në Rim ndiqni letrën e plot. Artan Zymberi ka lindur më 30 prill 1994 në Haugesund. Ai ishte nga të mirët, e donte jetën, i donte fëmijët dhe familjen. Ai ishte gjithmonë i lumtur dhe i sjellshëm. Ai gjithmonë bënte atë që ishte e drejtë, si për veten e tij, ashtu edhe për të tjerët. Ai bëri gjithçka që mundi për të siguruar që të gjithë të tjerët të kalonin mirë dhe ishte shumë këmbgulës që drejtësia të vijej në vend. Sepse, siç e dim, bota është e padrejtë, jo vetëm bota, por edhe njerëzit. Artani duhej të shkonte me makinë nga Kosova te familja e tij. Ai nisi udhëtimin duke vozitur nëpër Shqipëri, por kur ngjyra e makinës ishte e gabuar me atë që kishte në regjistrimin e automjetit të tij, ai nuk u lejua të kalonte atje, kështu që zgjidhja ishte të kalonte përmes Serbisë. E kishte kaluar atje 1 ose 2 herë më parë dhe kishte shkuar mirë. Artan Zymberi u ndalua në kufirin me Serbinë më 27 prill të vitit 2021. Ai kishte në vete tableta që ishin të palishme në Serbi, por ishin të lishme në Kosovë dhe në Norvegji. Kur i kishte me recetë, kur u ndalua e pyetën nëse kishte ndonjë gjë me vete apo ndonjë gjë në makinë, ai u përgjigj po dhe nxori tabletat që kishte në çantë dhe ua tregoi. Ai u dënua me 3 vjet e 8 muaj. Nuk ishte sikur ai fshihte apo se ishin fshehur në makinë. Nëna dhe babai im e vizituan gjithsej 6 herë. Babai tim ju desh të kthehej 2 herë sepse nuk e lejuan ta vizitonte. Kur babai im ishte një herë atje dhe vizitoi Artanin, 7 oficer ju afruan dhe e pyetën baban se çfarë ishte Artani për shkak të tatuazheve që kishte. Ata e pan specien si një terrorist. Ai ishte një shqiptar i Kosovës i burgosur në burgjet serbe. Kur prindërit e mi e vizituan, ai nuk fliste. Ai përdorte vetëm gjuhën në shenjave sepse kishte qenë aq i fiksuar prej tyre saqë i kishin shkaktuar dëme fizike dhe psikologjike. Deri në atë pikë sa nuk fliste, nuk hëngri, nuk piu. As u rregullua. Artani ka qenë më parë në burg në Norvegji për çështje të vogla si ngjarje të palishme, për leshje e tjerë dhe ka dalë çdo herë në të njëjtën gjendje, në mos më mirë. Të dyja të shëndosha të rregulluara dhe të buzëqeshura. Kësaj rate nuk doli ashtu, por nga arkivol. Ai u kërkoi prindërve të mi që të mos vinin për vizitë dhe kjo ishte për t'i mbrojtur ata. Artani kishte shumë tatuazhe në trup, duke përfshirë një flamur të Kosovës e tjerë. Ata e kanë kishtë trajtuar dhe ngacmuar djalin ditë e natë që kur ishte i mbyllur në një burg serb. Ai është dërguar e vajti ardhje nga burgu në spital, sepse u bërë shumë i paqëndrueshëm mendërisht dhe kishte thimbje në zemër. Vëllai im u diagnostikua me ADHD dhe kishte një problem në zemër, diçka për të cilën avokatja e tij norvegjeze Ingrid Lauvas ishte në dieni. Kur vëllai im u dërgua në burg, ne patëm kontakte me Stefan Almehagen nga ambasada norvegjeze në Beograd. Fillimisht ai tha se pas 30 ditësh Artan Zymberi
do të transferohej në Norvegji. Më pas na thanë se Artani duhet të priste derisa të përfundonte gjyqi. Më pas ata thanë se duhet të priste miratimin nga pala serbe për të transferuar. Pasi mori miratimin, Aldesh të prisnim derisa shërbimi korrektues norvegjez të mirëtonte transferimin e dënimit Artan Zymberit në Norvegji. Kjo zgjati shumë. Ka që desh që të vritet aty i dashuriu në Artani. Më 27 nëntor, një prift erdhi në shtëpinë e prindërve të mi dhe na tha se Artan Zymberi kishte ndërruar jetë. Ai nuk kishte marrë asnjë informacion as për kohën e vdekjes dhe as për mënyrën se si vdiq. Na kanë thënë për 3 data të ndryshme të vdekjes së vëllait tim dhe kohë të ndryshme. Një ditë babai takoi një ish të bukosur i cili ndante shelin me vëllain tim pas vizitës së tij te Artani, ku i tregoi për rrethanat të se si e turpëronin Artanin pothuajse çdo ditë. Kjo është diçka që babai im e kishte regjistruar dhe ja kishte treguar Stefanit nga ambasada norvegjeze në Beograd të nesërmen. Kjo është diçka që ata e kanë bërë çdo ditë me Artan Zymberin, dhe vetëm pse ai ishte shqiptar i Kosovës në një burg serb. Stefan Almehagen tregoi se Artanin e kishte trajtuar në burg. Këtë ja tha Artani, e treguan dhe e pan me sytë e tyre që nuk po shkonte mirë. Ai bëhej gjithnjëherë më i hollë me çdo vizitë dhe mezi fliste me ta. Ai ishte gjithashtu i parregullt dhe nuk dinte as gjuhën serbe. Ai ishte 1.83 i gjatë dhe peshonte vetëm 45 kg. Mënyra se si ata kanë komunikuar me vëllain tim nuk dihet. Të dy kemi pasur kontakte me ambasadën norvegjeze në Beograd dhe një avokat. Ata na kanë thënë shumë shpresa të rreme se ne mund ta kthejmë djalin tonë në Norvegji në një burg norvegjez. Pas vdekjes së tij, ata ende nuk na ndihmuan ta transportonim trupin e tij në Norvegji. Një ditë pas vdekjes morëm informacionin se Artan Zymberi mund të ishte përfshirë në një zjarr në burg. E kemi denoncuar në polici më 28 nëntor. Ingrid Lauvas na kërkoi që të mos e merrnim trupin e të ndjerit ose të afroheshim pasi mund të shkaktonte probleme, duke pasur parasysh që rasti do të jetohej. Arritëm në Kosovë më 29 nëntor dhe për rastin Artan Zymberit, mediumi norvegjez TV2, i cili konsiderohet një prej televizioneve më të mëdha komerciale në vend, i ka kushtuar një shkrim të gjatë shqiptarit nga Kosova me në shtetësi norvegjeze i cili vdiq në burgun e Mitrovicës së Sremit në Serbi më 26 nëntor të vitit 2022.